Një nga degës shqiptare të kompanisë italiane Medihospes Kooperativa Sociale, e cila ka për detyrë të menaxhojë kampin e emigrantëve në Gjadër dhe Shëngjin, është bllokuar për shkak të detyrimeve financiare të paspecifikuara. Vendimi është marrë në 30 qershor 2026 nga Drejtoria e Tatimeve të Rajonit Verior dhe i është komunikuar Qendrës Kombëtare të Biznesit 2 javë më pas në 16 korrik. Në njoftimin e administratës tatimore, thuhet se depozitohet kërkesa për vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara. Shkresa nuk është shoqëruar me detaje të tjera për të kuptuar se cila është vlera e borxheve të pashlyer prej degës shqiptare të kompanisë italiane. Kompania Medihospes Kooperativa Sociale u angazhua nga qeveria italiane për menaxhimin e qendrave të refugjatëve që do të ngriheshin në Shqipëri në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar mes kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe homologut të saj shqiptar Edi Rama. Kompania shqiptare u emërtua Medihospes Albania SHPK. Në vijim, kompania italiane hapi në Shqipëri edhe degën e saj, Medihospes Kooperativa Sociale, në 12 dhjetor 2025. Aksionerët argumentuan krijimin e kësaj dege me nevojën për efektshmëri operative, kërkesave ligjore, fiskale, administrative. Në Qendrën Kombëtare të Biznesit rezultojnë 3 subjekte tregtare të lidhura me kampet e refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin. Kompania Medihospes Albania SHPK rezulton më efektivja me një fitim të deklaruar për vitin 2025 në shumën prej 2.8 milion lekësh ose rreth 30.000 euro. Një degë Medihospes e regjistruar në Shqipëri në nëntor të 2025 ka deklaruar humbje financiare në vlerën 438.000 lekë ose rreth 5.000 euro, ndërsa dega tjetër e krijuar në dhjetor 2025 është vendosur në mbllokim për shkak të borxheve të pashlyera. Të dyja degët shqiptare, megjithëse të regjistruar në kohë dhe me numra identifikimi të ndryshëm, rezulton se në autorizuar në të njëjtin vendim të marrë nga kompania më 6 tetor 2025. Me shumë mundësi, kjo situatë administrative mund të ketë krijuar ngërçi në administratën tatimore në Shqipëri.